Ata veteranëve të luftës së UÇK-s e komentuam edhe një deklaratë të prokurorisë e cila thotë që dëshmitarët në rastin e mbrojtjes së ish-krerëve të UÇK-s, që në këtë rast janë Wesley Clark dhe James Rubin, nuk kanë qenë të informuar për Ushtrinë Qendrore të Kosovës, për shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Si e shihni këtë deklaratë? Debati kryesor afërdit pothuajse mes prokurorisë, trupit gjykues dhe mbrojtjes ka qenë pikërisht kjo, tek pjesa e zinxhirit komandues. Kjo ka qenë tema pothuajse kryesore dhe pyetjet kryesore të gjyqtarëve drejtuar në këtë drejtim, paçka që edhe mbrojtja pothuajse secili prej tyre është munduar të argumentojë se ka argumentuar që prokuroria nuk ka sjellë asnjë fakt të vetëm në këtë drejtim në të cilën klientët e tyre janë të lidhur ose mund të jenë të lidhur me krimet e pretenduara për çka akuzohen sipas prokurorisë. Po, kjo është e vërtetë sepse dilema kryesore ose shqetësimet kryesore ose pyetjet kryesore kanë qenë pikërisht në këtë pjesë, paçka që pothuajse mbrojtja gjatë gjithë kohës, edhe sot në këtë pjesë të fundit, por edhe gjatë tërë procesit gjyqësor është munduar të argumentojë që të akuzuarit në fjalë nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me krimet e supozuara që mund të kenë ndodhur në bazë të këtij akuzës së prokurorisë. Paçka që prokuroria nuk është pajtuar me këtë çështje. Ajo që ka vlen të theksohet është që prokurorët pothuajse shumë shpesh u nxon si të paprgatitur, sepse pavarësisht kësaj në seancat e kaluara kanë kërkuar nga trupi gjykues që të dërgojnë pyetjet që të përgatiten, por trupi gjykues ka refuzuar të dërgojë pyetjet paraprakisht, edhe shumë shpesh në situata të cilat ne i shohim natyrisht nga galeria që kemi përcjell në pjesën e gjykimit të sotëm, nuk kanë qenë shumë mirë të përgatitur që të përgjigjen prokurorisë, prandaj kanë kërkuar pak minuta shtesë edhe për ditën e mërkurë, që është dita e fundit e seancave gjyqësore të një gjykimi të rregullt përpara vendimit të marrë. Sidoqë të jetë, e thash edhe një herë, fokusi kryesor afërdit ka qenë pikërisht te kjo, për çka avokati i presidentit Thaçi, por dhe të tjerët Veselit, Krasniqit dhe Selimit argumentuan dhe provuan që klientët e tyre, përsëris edhe një herë, nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me ato krimet e supozuara që kanë mund ndodhur dhe që prokuroria pretendon dhe akuzon këta që sot janë në qendrën e paraburgimit. Dhe kur jemi tek kjo deklaratë, zotëri Rama, ke bie që prokuroria